Një krim i rënë në familje ka tronditur këtë pasdite fshatin Kuman, ku një i moshuar dyshohet se ka vrarë bashkëshortin e tij dhe më pas i ka dhënë fundjetës. Sipas informacionit paraprak nga policia, ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:30, kur shtetasi, shefi të Rapaj, rreth 80 vjeç banues në këtë fshat, dyshohet se ka qelluar me armë zjarri pushk bashkëshortin e tij, Dashuri Rapaj, rreth 75 vjeç, brenda banesës së tyre. Pas ngjarjes, i moshuar dyshohet se ka përdorur të njëjtën armë për t'i dhënë fundjetës. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë së shtetit dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për sigurimin e provave dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Burimet paraprake bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në ambientet e brendshme të banesës, ndërsa deri më tani nuk ka ende një version zyrtar mbi motivet që mund të kenë çuar në këtë akt ekstrem. Hetuesit po punojnë për të hedhur dritë mbi dinamikën e plotë të ngjarjes, si dhe për të sqaruar nëse çifti kishte pasur konflikt të mëparshëm apo probleme të tjera. Ndërkohë, kjo ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet dhe rrethanat që çuan në këtë krim të dyfish të brenda familjes.